Pas ditën e së shtunës, obori i gjimnazit të Tetovës gumëzhinte nga zhurma. Kësaj radhe nuk ishin nxënësit e këtij gjimnazi që pikërisht këtë ditë kishin provimin e maturës. Ishin tubuar gjenerata e maturantëve të vitit shkollor 1995-96, të cilët kremtonin 30 vjetorin e maturës. Takime me shokët e gjeneratës, evokime kujtimesh, takime me kujdestarët e klasës ishin pamje që përsëriten gati se në çdo përvjetor mature. Organizatorët e këtij eventi thanë se kishin patur të lehtë organizimin e 30 vjetorit palë rrjeteve sociale. Organizimi ishte i lehtë të mblidhemi, edhe pse 30 vjet ne jemi të ri, edhe i shfrytëzojmë këto rrjetet sociale. Po çfarë ishte, nuk ndalesh të muhabeti në rrjetet sociale edhe u kthyem në rinin ton. Shoh shumë njerëz të arrirë në jetën e tyre profesionale këtu, po përsëri janë po ato shok të mirë dhe shoqe të mira që i kemi pas. Janë këtu është profesor Rafezati e pash, profesor Zuli, profesoresha Antigona që i kemi pas kujdestare. Janë disa prej tyre, disa për fat keq që janë të ndjerë, kështu që nuk janë në mesin tonë. Nga kjo gjenerat kanë dalë emra të njohur që po lënë shenjë në shumë sferat e jetës. Sigurisht që është një emocion prej momentit kur futesh në dyert e oborit gjimnazit, sepse ju e dini ajo moshë e re gjithmonë gjysore, një orë para se të filloj procesi arsimor jemi ardhur në shkollë dhe gjithçka të përkujton në atë periudhë. Pastaj kënaqësia tjetër është që pas shumë vitesh takohemi dhe mund të them që është edhe një krenari të jesh pjesë e kësaj gjenerate, ku shumica e shokëve dhe shoqëve tash zonja dhe zotërit nderuam janë të punsuar në për vende shumë kyçe të udhëheqjes proceseve në shtet, në për administratë, në institucione. Kemi shumë mjek këtu, shumë avokat, kemi artist, kemi shumë profesor në shkollat mesme, profesor universitar. Një nga kujdestarët e klasës shprehej i emocionuar nga ky takim, thotë se i mban mend si nxënës të dalluar. S'ka ashtu. Jo gjenerata juaj, atëherë në fillim na vishin nxënës të ndryshëm. Mirë po, ne që ato që ishin të dobët i përcjellshin për atje edhi. Vitin e 3, vitin e 4, dal nga dal, kishin probleme për shkak se na vishin pi 8 vjeçarëve të ndryshme. Mirë po me kalim për 4 vjet, krijoheshin shprehje pune, ne ecshim përpara. Profesori Ali Bebiu thotë se në atë kohë nxënësit kanë respektuar mësimdhënësit. Si kena lanë tiki se me bani nxënës, me hik pijore mu, ishte problem, ha? Gjathirësha prindin, ha? Ashtu ka qenë. Sot e shonë, sot në ora 11 dalën nxënësit asë. Une e qela qëtë gjimnazin a gjatë asë. Edhe mbanë mandej isha përgjegjes a gjatë. Dollëm penzion unë, para 12 vjetëve. Kur isha një ditë nxënësit, dalën kasatin 11. Dhe unë ku shkoni be, tha vdiqaj vakti jotë kur ne më shilë djerë. Takimin e klasë, ora improvizuar mësimore, shakat se kush mungon e kush ka ikur nga ora, mbretruan pas ditën e së shtunës në klasat e gjimnazit për të vazhduar me mbrëmjen e 30 vjetorit të maturës në një nga restoranet e Tetovës.